Jeta virtuale gjiknjë më tepër po ndikon tek moshat e reja, e kryesisht tek adoleshentët, të cilët janë në fazën e formimit të identitetit dhe personalitetit të tyre. Për sociologët, rrjetet sociale japin informacione pafund, ndaj nevojitet një orientim për të rinjt, në mënyrë që të marrin informacionet e dobishme për ta. Teknologjia është thjesht një mjet që përdoret nga ne, pra nuk është menaxhuesi ynë. Ne e menaxhojmë teknologjinë, njeriu është ai që e menaxhon. Dhe në këtë rast, të rinjt, adoleshentët, nuk kanë një mirë orientim drejt përdorimit të teknologjisë nga shkolla, nga sistemi arsimor, edhe nga familja, nga prindërimi efektiv. Në të dy rastet, mungesa e mirë informimit, e vetëdijësimit, e rritjes të vlerave që ka teknologjia nëse ne e përdorim në mënyrën e dur dhe për gjërat që ne vërtet na duhet dhe na vlen në jetë, çon që shpeshherë të abuzohet, të keq përdoret dhe të hyhet dhe në këtë pjesën e marrjes modeleve jo koherente, jo të duhura. Sociologja Maria Dojqa e thosë se sa i takon kujdesit dhe kontrollit të adoleshentëve, duhet më shumë përgjegjësi familjare. Prindërimi në shoqëritë tona është në krizë. Sot fëmia është bërë kryefjala e prindërve dhe këtu nga dashuria pa limite që çdo prind ka ndaj fëmijës, harrojnë që këtij fëmijë i duhet treguar dhe limiti, i duhet thënë dhe jo, i duhet shpjeguar mbi të gjitha pse është jo një diçka që nuk duhet ta përdor fëmia. Kjo si pasojë sjell mungesën e kontrollit, mungesën e komunikimit të vazhdueshëm me fëmijën. Sipas sociologes, veç familjes, edhe shkolla ka një rol të rëndësishëm në edukimin dhe orientimin e të rinjve drejt zgjedhjeve të duhura.